si mund t'i fitosh zgjedhjet? Pa ndryshuar perceptimin, po si do të ndryshosh perceptimin kur asnjëri nuk marr përgjegjësi dhe kur gjithë thonë që ne t'japim llogari për Berisha jo. Kjo është tallje. Nëse je këtu dhe kryelli i pushtetit Berisha nuk e ka vënë vet në diskutim, çdo njeri që do flasin kundër do bëhet armik me pjesën e Partisë Demokratike. PD-ja nuk ka nevojë për spektakël, nuk ka më kohë për spektakël, nuk mund të bëjë spektakël. Ndaj unë kur kam dëgjuar në mënyrë qesharake deputet që fajsojnë popullin se nuk ka kuptuar opozitën, apo deputet që thonë që ne të gjithë duhet të mbajmë përgjegjësi, po Berisha jo se e ka bërë punën, thjesht po mendoj që ato po tallen me demokratët. Në momentin e parë që Partia Demokratike do flasi hapur, qartësisht, jo se nuk më shqetëson ideja që Bardhi ka ndryshuar lëkurë, ka shku nga Basha te Berisha. Më shqetëson e pavërteta atyre me publikun dhe mungesa e sinqeritetit për të pranuar që me 11 maj ky rezultat, pavarësisht inxhinieringut të devijimit votës nga qeveria, opozita mban përgjegjësinë e vet që është në këtë pikë, në këtë koncept marrëdhënies me publikun. Sa ishim në atë lloj halli të madh, sa nuk ishte qytetar edhe demokrati më i çmendur që të mendonte me 11 maj se do fitonte zgjedhjet. Dhe nëse ti ke këtë perceptim popullor, si mund t'i fitosh zgjedhjet? Pa ndryshuar perceptimin, po si do të ndryshosh perceptimin kur asnjëri nuk marr përgjegjësi dhe kur gjithë thonë që ne t'japim llogari për Berisha jo. Çfarë kuptimi ka? Kjo është tallje. Dhe në një anë kemi kryeministin që tallet në çdo sekondë me qytetarët. Tani edhe luksin për të tallur opozitën prapë me qytetarët. Është pasaj, është, domethënë, qytetarët shqiptar duhet ndjehen shumë keq që në dy palët nuk ka njerëz që t'i flasin sinqerisht.